Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Ballafaqimi i Egli Gjesti ndez debat, reagon ashpër Xhum Mallushi. Në spektaklin e dieshëm, Egli Tako dhe Gjesti patën një ballafaqim për të sqaruar raportin e tyre. Gjesti u shpreh qartë se nuk ka ndjenja për Eglin dhe se nuk i ka premtuar kurrë më shumë. Gjatë diskutimit, Egli përmendi dhe ish konkurrentin Xhum Mallushi, i cili kishte shprehur pëlqim për të më herët. Pas kësaj, Xhumi reagoi në rrjetet sociale duke kritikuar ashpër Eglin dhe duke akuzuar se hyri sërish në shtëpi për të përmirësuar imazhin e saj pas situatave të krijuara. Ai përfundoi mesazhin e tij duke thënë se nuk do t'i jepte më rëndësi dhe i sugjeroi të kujdesej për ndjekësit e saj.